çdo të thotë të parandalojmë. Si është të shkojmë në një klinik wellnessi? Në fakt, fjala wellness është një koncept shumë i gjerë, sepse përfshin një mirëqenie që jo domosdoshmërisht do thotë mjekësi. Sigurisht ne duhet të jemi të shëndetshëm fizikisht, kimikisht, pra në organizmin tonë, si të themi mos të kemi sëmundje, po njëkohësisht duhet të ndjehemi mirë, pra të kemi një shëndet mendor shumë të mirë. Po sigurisht neve duhet të kemi besimet tona që na ndihmojnë akoma dhe më shumë të ndjehemi akoma dhe më mirë, pra wellnessi realisht nuk është term vetëm mjekësor dhe sinqerisht kur kam vendosur ta përdor si term për të emërtuar klinikën, kam hasur shumë, si më thënë, kundërshtime sepse mendonin që do duket si një institucion që do ofronte spa apo trajtime estetike të ndryshme. Prandaj po unë insistova sepse edhe unë vetë nuk e kisha të qartë se sa limit do t'i vija vetes në zhvillimin e kësaj klinike. Dhe duke e kuptuar që do ishte një diapazon shumë i gjerë shërbimesh, vendosa që të përdorja fjalën wellness pikërisht për ta bërë gjithë përfshirëse, gjithçka që ka të bëjë me mirëqenien e njeriut dhe jo vetëm me shëndetin e tij.